ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ushtria shqiptare e Kosovës është e jashtëzakonshme, jo vetëm për neve si popull shqiptar. Është e jashtëzakonshme edhe për historinë e çlirimeve të popujve të tjerë anë mbombultës. Së pari, ushtria shqiptare e Kosovës, financimin e saj e ka prej donacioneve të vogla, para së gjithash e mbi të gjitha të juve bashkëdhetar të dashur. Ushtria shqiptare e Kosovës është financuar nga klasa punëtore shqiptare. Është financuar nga të varfrit dhe shtresa e mesme në Kosovë dhe nga punëtorët tonë në diasporë, me donacionet vogla. Kjo është e jashtëzakonshme për çlirimin jo vetëm popullit tonë, por edhe për lufta shqiptare të popujve tjerë anë mbombultës. Dhe elementi i dytë që e bën ushtrinë shqiptare të Kosovës shumë të veçantë është se e ka një numër tepër të madh dëshmorëve në kufirin shqiptar të bajt armatim, të munu me pru armë e municion që me mujt me dek që është duhet në ballafaqim me forcat armike të Serbisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kemi armatimin dhe municionin tonë. E si vjetë do të fillojmë edhe me prodhimin tonë. Fundja ne blej nga aleatët tonë në treg armatim e municion, po ju e dini se si shkon puna e tregut edhe ndërmarrësisë. Njëherë blen e mas neti kur janë nisë dhe prodhon vetë. Një ahoz Gjakovës jëndo tashmë 140 hektar, është një zonë industriale e mbrojtjes, me një fabrik me pjesë përcjellëse 19 hektar, 500 metra e ka largë në vijë ajrore, aeroportin ushtarak të Gjakovës, 19 kilometra e ka Babajt Bokës largë, dhe aty si vjetë, fishek e parë, 5,56 mm dhe 7,62 mm, do të prodhohen para vitit 3. E dashur bashkëdhetar, para qeverisjes tonë, fatkeqësisht Forca e Sigurisë Kosovës ka pas veç 2 lloj të armëve, veç Glock edhe Heckler. Ma shumë ka pas armatim në Roda, se sa në kazermat e FSK-s. Prandaj ne e konsiderojmë që është domosdoshme prodhimi i armatimit për shkak të sakrificës së UÇK-s, për shkak të antarësimit që na duhet në NATO, po edhe për shkak të shembullit të luftës në Ukrainë, pas agresionit rus në Ukrainë. Përvoja tregoj që mund është me pas parën e dynjos, po kur armatimi dhe municionit vynë mas shumë të bëvakis të ashet kërkush. Prandaj neve na duhet që ta kemi armatimin edhe municionin tonë, dhe kjo natyrisht është pasi që Forcës Sigurisë Kosovës, që në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjesëtar, ja kena shtu edhe 2700 pjesëtar. E kemi heq tavonin pej 5000 pjesëtarve të rregullt edhe 3000 rezervë, edhe e kemi ngrit moshën e rekrutimit prej 23 deri në 25 vjeç, të gjithë të interesuarit, 3 mund të inkuadrohen, 411 vajza i kemi e gra në Forcën e Sigurisë Kosovës, brenda mandatit 4 vjeçar do t'i bëjmë 1000.
do të mundsojmë edhe kalimin e profesionistëve ushtarak nga Mërgata, nga vendet aleate ku shërbejnë, në forcën e sigurisë Kosovës, si dhe të profesionistëve ushtarak nga Shqipëria. Pra të gjithë ju që e keni kryu shërbimin ushtarak në Zvicër, jeni të mirëseardhur edhe në vendlinjën e juaj, me përvojën e juaj. Bashkë me Shqipërinë, do ta kemi një njësi të unifikuar të forcave të armatosura. FSK-ja edhe forcat armatosura të Republikës Shqipërisë, një njësi të përbashkët.